Sigurisht do të vazhdojmë edhe me implementimin e mësimit tërditor, duke u zgjeruar në 4 shkolla të reja, të cilat do të jenë Mehmet Xhevori, Afrim Gashi, shkolla në Vranidëll, pra do të jenë këto shkolla të cilat do të përfshihen në kuadër të mësimit tërditor, edhe njëherët edhe Asim Vokshi, që e nda tashmë ndryshe prej vitit kalum, ku këto kanë qenë të fuzionuara, po tentojmë që t'i ndajmë, të implementohet në 2 shkolla dhe në Zelen e Edin edhe në shkollën Asim Vokshi, pra nëse të rikthehen prapë në vendet e tyre. Investimet në këto shkolla do të jenë pra gjatë gjithë kohës, nuk do të ndalen asnjëherë, nuk është e thënë që këto punë të mbarojnë vetëm gjatë muajve të verës, pra ka dhe çështje tjera që janë kryesisht investime, furnizime me materiale, që nënkupton me kokëshiltet, me invertarin e ri shkollor dhe me shumë çka tjetër që do të jenë për gjatë gjithë vitit do të investohet në këto shkolla që nuk ndikojnë asnjëherë në procesin mësimor. Pra ka qenë një gatishmëri për cilën unë i falenderoj gjithë edukatorët që janë të angazhuara në kuadër të kësaj grup moshe, pra në parafillor për 5 dhe 6, për grup moshat 5 deri në 6, ka qenë një gatishmëri e tyre për të pranuar një ndryshim të orarit, meqense se ashtu siç kanë punuar gjatë viteve të kaluara ka qenë e vështirë edhe për ata. Mirë po në anën tjetër ka qenë edhe një kërkesë e prindërve, por edhe fëmijëve nxënësve për të pas një orar më të gjatë, një orar më të përshtatshëm për prindrit, meqense pothuajse secili sot është i angazhuar në punë edhe kanë qenë vështirësi të mëdha që dikush të shkojë në punë në ora 8, pastaj të kthehet në shtëpi, ta dërgoj fëmijën në ora 9, të qëndroj fëmijë aty deri në ora 11, ta marr prapë dhe ta dërgoj në qendrim ditor. Tash jemi duke mundësuar një orar të plot 4 orësh ku fëmijët të qëndrojnë në kuadër të mësimit parafillorëve edhe atë të nivelit të pasdites.